Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nisur një tur të gjatë diplomatik në Azi që do ta çojë në Malajzi, Japoni, Korenë e Jugut dhe më pas në Kinë për të takuar me presidentin Xi Jinping. Udhëtimi i tij synon të vendosë bazat e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës tregtare mes dy ekonomive më të mëdha të botës, e cila ka tronditur tregjet ndërkombëtare në muajt të fundit. Në avionin presidencial Air Force One, Trump deklaroi se pret një takim shumë të mirë me Xi Jinping, duke shtuar se është optimist për lëshimin nga Pekini që mund të shmangin tarifat e reja 100% që pritet të hyjë në fuqi me 1 nëntor. Në ndalisën e parë në Malajzi, kreu i shtëpisë së bardhë do të marrë pjesë në samitin e ASEAN, ku do të firmosë një marrëveshje tregtare e dypalqe dhe do të mbështesë në nënshkrimin e një marrëveshje e paqe me Tajlandën dhe Kambodgjan. Kjo nismë që Trump e sheh si pjesë e përpjekjeve për të vlerësuar me çmim Nobel për paqe. Në marrëngjatjen e samitit, ai do të takohet me presidentin brazilian Luiz Inacio Lula da Silva në përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet me liderin e majt për muajsh tensione diplomatike. Pas Malajzisë, Trump do të udhëtojë drejt Tokios për të zhvilluar takimin e parë zyrtar me Senia Takaichi, e cila është bërë kryeministre e parë grua në historinë e Japonisë. Trump e ka përshkruar Takaichin si një lider e të jashtëzakonshme, duke kujtuar lidhjet e ngushta që ka pasur me pasardhësin e saj, Shinzo Abe. Në fund të turit, ndalesa më e rëndësishme do të jetë Korea e Jugut, ku Trump do të takohet me Xi Jinping për negociatat përfundimtare tregtare, ndërsa nuk ka lënë të hapur mundësinë për një takim të papritur me liderin e Koreas së Veriut, Kim Jong-un. Jam i hapur për ta bërë, deklaroi ai, duke kujtuar marrëdhënien e mirë që ka pasur me Kimin gjatë mandatit të parë.